Mi mbrëma të gjithëve. Sonte po nisim edicionin e 23 të emisionit 5 pyetjet. Ky emisioni i parë i këtij edicioni përkon në kohë me krijimin e qeverisë së re, me konstituimin e parlamentit dhe me zhvillimet më të fundit politike në vend. Kemi një qeveri që është dekretuar tashmë nga presidenti i Republikës, ndërkohë që opozita në seancën e parlamentit e ka konsideruar lëvizje të përsaktimin edhe të një ministreje të inteligjencës artificiale si një shkelje të kushtetutës. Pra, parlamenti ka nisur sërish me debate dhe me premtime, projektime të ndryshimit të kushtetutës, ndofta edhe në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste. Për këtë do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për zhvillimet në Kosovë. Do të flasim për gjyqin e Hagës, kur sot rinisi seanca kundër 4 drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqit, Hashim Thaçit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Sot ishte radha dhe nis maratona e dëshmimtarëve të mbrojtjes, të cilën si parin e të cilëve e çeli ish ndihmësi i sekretares së Departamentit të Shtetit Amerikan, zoti James Rubin. Mbrojtja ka thirrur dhe thirrjes së saj janë përgjigjur emra nga më të njohurit të politikës botërore të 25 viteve më parë. Emra që përbënin kryefjalën e gazetave dhe televizioneve më të rëndësishme botërore të viteve 98-99, si James Rubin, apo generali Wesley Clark, apo Bernard Kouchner e kështu me radhë. Këto janë emrat e parë që janë anuncuar, janë njoftuar që do të dëshmojnë në favor të UÇK-s dhe të krerëve të saj. Por ndërkohë situata politike në Prishtinë vazhdon të jetë e tensionuar. Nuk ka përfunduar konstituimi i parlamentit, ndërkohë që kemi një lajm shumë tronditës, kemi një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili thotë se po pezullon dialogun strategjik me qeverinë e Kosovës. Çfarë do ndodhi? Është bërë Albin Kurti një pengesë për zhvillimet e mëtejshme politike dhe a janë zgjedhjet e reja një lloj zgjidhje e krizës, e impasit që është krijuar në Kosovë. Do të flasim për këtë në pjesën e dytë. Por në pjesën e parë, pra atë çka flitet për politikën e Tiranës, po prezantoj me njëherë të ftuarit. Është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Ivi Kaso. Zoti Kaso, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni sërish. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Bashkë me mua në këtë pjesë të parë të emisionit do jenë koleget Daniela Maloku dhe Raziela Mislymaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Zoti Kaso, qeveria ishte e re, prisni risi prej saj, apo është një rutinë që çdo 4 vjet tashmë kemi një njeri dhe disa në punës dhe jo ministra? E re në kuptimin që zhgënjeu pritshmëritë e pjesë më të madhe të rrethave mediatike politike në Tiranë, cilët prisnin që në funksion të atij që është objektivi personal i shpallur i kryeministrit për këtë mandat qeverisës, atë të integrimit në Bashkimin Evropian në vitin 2030, pavarësisht se është prej këtij mandati, të kishte një qeveri me ministra, figurat pastra, kryesisht teknike, cilët do të përgjigjeshin mirë një ritmi edhe një dinamike bashkëveprimi me institucionet europiane, gjë që nuk ka ndodhur, u pa që u konfirmuan pothuajse në blok pjesa më e madhe ministrave, të gjithë të përfolur për afera korruptive të llojeve të ndryshme, pjesa më e madhe figura politike të konsumuara që nuk i thon asgjë më as vetë socialistëve, jo më pjesës madhe të publikut i cili mund të kishte ndonjë farë kërshërie se kush do të jenë ata që do të qeverisin këtë 4 vjeçar. Por tutje kësaja, ne kemi thënë, ne kemi qëndrim të mbajtur publike dhe nuk ka asnjë lloj vështirësie për ne që ta ripërsërisim, edhe në studiot tuaja që ky vend
për fat keq jemi në kushte që e ka le të themi degraduar rolin dhe funksionin e ministrit. Nëse pyet pjesën më të madhe të shqiptarëve, pjesa më e madhe e ministrave për ta janë të panjohur, janë anonim, pasi qartazi dhe në thyre të çdo parimi kushtetues, në thyre të çdo mekanizmi kontrolli dhe balance që parashikon kushtetuta dhe që duhet të kishte një vend edhe me një demokraci me probleme, jo demokraci të konsoliduar, këtu mbi vendoset vullneti i njëshit ose fjala e njëshit e kryetarit qeverisë, atij që ka uzurpuar në dorën e vet gjitha pushtetet, ndaj personalitetit dhe mandatit kushtetues si ka çdo ministër. Pra kemi thjesht ministrat, cilët jo vetëm kryeministri i ka depersonalizuar, po dhe ata vetë me atë nënshtrimin e tyre pa kushte, mjafton që të jenë shërbëtor të zellshëm të atij që kanë dorë fatin e tyre, sepse e pam qartë që fatin e tyre kanë dorë njeriu vetëm, që i bën ministra ose nuk i bën ministra. Tagrin kushtetues e kryeministrit që i përcakton ai përbërjen e kabinetit. Një dialektik politike që përgjithsisht në një majorancë ministrat vendosen figura me kontribute politike, përfaqësues të vetëm fushave të ndryshme të zonave të ndryshme, me një background të theksuar si politik, ashtu dhe në shërbim shtetëror, në shërbim civil, në administratë e tjera. Okej, po të qëndrojmë pak tek rrisja e kësaj qeverie. Kemi 17 i ka bërë tani bashkë me diellën, mini Edi Rama, të cilët janë thjesht drejtoruc të atij që është vetë ministër ekonomie, ministër arsimi, ministër financash, ministër rendi e gjithçka në këtë vend. Të qëndrojmë pak tek kjo donë që ministrja më e re tek ajo e inteligjencës artificiale. A mos është një truk i Edi Ramës që i ngjashëm me atë të piromanit, i cili për të kaluar censurën e skenografinë e vet vuri në qendër një rrotë. Dhe të gjithë merreshin me rrotën që ajo ishte torësisht e pa vlefshme dhe pa hajt po e heq. Dhe ndërkohë po të gjithë merreshin me rrotën dhe askush nuk merrej me thelbin e gjës. Është një truk apo është një shkelje kushtetutës, a çfarë është kjo sipas? Të dyja bashkë. Kryeministri ka qef këto shashkat që hedh për të marrë vëmendjen e opinionit publik. Aq më tepër nëse kjo vjen me ca ekstra të tjera, me ca tituj gazetash ndërkombëtare, me ca marrje vëmendje sikur ka ndodhur ndonjë gjë e madhe në Shqipëri. A thuat ti se Shqipëria i ka mbyll 1001 hallet e veta dhe tani po konkuron për avangardën teknologjike në Europë ose në botë. Por besoj që një pjesë e madhe e njerëzve interpretuan si një vullnet kryeministrit për të krijuar një entitet jo njerëzor, i cili të merrte përsipër një sferë shumë delikate të aktivitetit publik dhe të menaxhimit të qeverisë, që është ai i tenderave publik, i dhënies koncesioneve, pra pjesën e prokurimit, e cila është një kapitull nga më të zinjt e qeverisë Rama 1, 2 dhe 3, ku kemi parë që skandalet në pjesën më të madhe të kësaj qeverie kanë ardhur pikërisht nga kjo grop e zezë që janë prokurimet publike. Dhe një pjesë e madhe e njerëzve kanë parë si një tentativë e kryeministit, si një sajesë për të shpëtuar nga përgjegjësia ligjore, qoftë veten, qoftë ministrat caktuar, duke ja veshur këtë një entiteti jo njerëzor, çka në vështrimin tim është krejtësisht e pamundur, pasi një shkelje kushtetuese e tillë si krijimi i një ministri, i cili është entitet kushtetues, sepse kushtetuta nuk njeh ministrit, njeh ministrin, i cili asistohet në veprimtarinë e tij nga ministria. Në dekretin e parë, presidenti i Republikës tha donë që përgjegjësinë për krijimin dhe menaxhimin e ministrit. Ja vesh kryeministrit për të ngritur një entitet të tillë, por që nga zhvillimet e fundit që u njoha pak para se të vijë në studion tuaj, në momentin që presidenti ka dekretuar ministrat, nuk ka dekretuar ministren virtuale, pasi kushtetuta qartësisht parashikon që ministri duhet të ketë cilësitë e deputetit, çka e bën atë që të jetë në radhë të parë që një njerëzore, shtedhës shqiptar, një moshë caktuar dhe me veti të tjera, cila duhet i ketë një deputet i Kuvendit të Shqipërisë, kështu që pavarësisht se vullneti i presidentit për të facilituar çfarëdo lloj trilli të kryeministrit është pa diskutim në këtë vend, siç është e pa diskutim që në këtë orë jashtë është errur dhe nesër do të gdhihet një ditë e re, po aq pa dyshim është për shqiptarët që presidenti Begaj është thjesht një zgjatoj e vullnetit kryeministrit.
ka bërë ç'është e mundur, ja bëri qefin për aq sa kishte mundësi, pra duke i dhënë përgjegjësinë që të ngrinte këtë ministër virtuale, por të shkelte ndodhe raste tjera don kur konsul ose një qeveritar është shpallur një jo humanoid, për shembull Caligula bëri konsul një jo humanoid, por pse duhet të çuditeni? Është analogji e bukur, besoj që në nivelet e çmendurisë rivalizojnë të dyja hipotezat, pra kjo e Ramës me diellin e vet, si e Caligulës me kalin e vet. Kështu që besoj në nivel çmendurie janë aty si nivel. Shpresoj që historia të mos na mbajë mend Caligulën për këtë gjë, mos mbajmë gjithsesi për te batutës që bëra unë fillimisht dhe ju që ndoqet, por çfarë të keqe ka për shembull që fituesit e tenderat të jenë të përcaktojë një mos jetë subjektivizmi njerëzor, po të jetë inteligjenca artificiale. Jemi në vitin 2025. Po ju vërtet mendoni që Edi Rama, i cili e ka dhënë gjithë shtetin në shërbim të oligarkëve, të miqve të tij, që nuk rresht së dhëni copa Shqipërie si shkëmbim për suport ndërkombëtar personal, rasti më i fundit ai pak ditëve përpara kur në zhurmën e diellës famshme ju shkput edhe një pjesë tjetër portit strategjik ushtarak mbi 2000 vjeçar të Pashalimanit. Ju kujtoni që presidenti Begaj si pas vullnetit kryeministrit nxori nga plani përhapjes 80 hektar të portit të Pashalimanit, i cili ndjenin timi ishte rreth 95 hektar, dhe këto 80 hektar me dekret presidencial o kryeministror dhe as pak virtual të kryeministrit ju dhan bakshish një biznesmenit të dyshimt me lidhje të ngushta me një këshilltar personal të kryeministrit, siç është kryeministri italian D'Alema. Kështu që këto janë copat e Shqipërisë që jepen si shkëmbim oligarkëve ose personat lidhur me ata që Rama mendon se mund të kenë interes për të promovuar emrin e tij, por nuk u bën dhurata nga xhepi i tij ose nga buxheti i familjes vet, por nga copat e Shqipërisë, të cilat na dhëmbin njësoj të gjithëve kur jashkullin. Po për të qëndruar pak te diella, në fakt edhe unë mendoj njëjtësi që ka qenë më shumë ti një shashke hedhur për konsum publik dhe rezultoi po ashtu në fakt, sepse presidenti Begaj nuk dekretoi asnjë ministre, nuk ishte se si në fakt, ndoshta është edhe faji jonë i mediave që pompojmë ndonjëherë një gjë që është në nivelet për mendimin tim jo të logjikshme si veprim dhe nuk do duhet ishte mbështetur në asnjë rast nga presidenti Begaj. Pra në rast se kryeministri Rama çon një shkresë e cila bie ndesh me kushtetutën apo me parimet mbi mënyrën se si do duhet të dekretohet një ministër normal, nuk do duhet ishte pranuar as për të vendosur në nenin 2 për ta përfshirë përveç mandatit kryeministrit, pra duke ngarkuar atij përgjegjësinë edhe për krijimin e një ministrie virtuale diellës për prokurimet publike. Shumë dakord, do të kërkonte një president. Nuk do të kërkonte një vartës të kryeministrit që ndeti e priti 5 minuta në diell në thyrje të çdo lloj historiku protokollar midis presidentit të Republikës dhe kryeministrit, ndërsa ai të mbaronte telefonatën e dënjonte dilte nga makina, rinte e priste presidenti si shefi më i zakonshëm i protokollit kryeministrisë. Është kreu i shtetit. Në çdo rast do të kërkonte një president që minimalisht i jep dinjitet atij funksionit të vet, nuk po them të bënte ndonjë gjë trascendentale, se nuk është se pret njëri ndonjë gjë trascendentale nga presidenti, po minimalisht ato detyrat e veta, detyrimet e veta kushtetuese, ti zbatonte me rigorozitet për t'i dhënë dinjitet karriges vet. Ka zgjedhur të mos ta bëj këtë gjë, kështu që nuk është as pak çudi ajo ledhatimi që i dha kryeministrit duke ja bërë qefin për një gjë që ai e kishte të rëndësishme, pra duke i vënë në nenin 2 atë pikën e diellës. Por besoj që i ka thirrur logjikës juridike dhe kushtetuese kur ka parë që s'mund dekretojnë gjë të padekretueshme. Pastaj duket shumë e bukur Ilir, duket shumë e bukur kjo ideja e prokurimeve publike përmes inteligjencës artificiale në parim, pra që njeriu nuk do ketë dorë dhe do frenohet korrupsioni, sidomos për tenderat që e dim që është plaga më e madhe e Shqipërisë, po kur e mendon si do të furnizohet, me cilin kuadër ligjor, kush do ta furnizojë diellën ministren tonë artificiale, kush do ta krijojë, kush do ta brumosi, ta formsoj ashtu si kush do ta formatojë në kompjuter. Kush do ta formatojë në kompjuter, do ta formatojë një human. Që këtu atëherë bie le të themi gjithë ky parimi dhe gjithë kjo gjëja e bukur për një inteligjencë artificiale apo për një hap në inovacion
Po tani për diellën nuk unë besoj se biem dakord. Gjithsa se dekretoi presidenti dhe unë po jemi duke folur për ligjin. Dakord, po flasim domethënë për një akt përtej çmenturisë, ngritjen e një ministrie të tillë në kushtet kur dëgjova edhe dikë që e thoshte shumë bukur, ne jemi vendi që përdorim paran kesh më shumë se çdo vend tjetër në Europë, dhe të pretendojmë ne të ngrihemi në nivelin e tillë që t'i bëjmë prokurimet publike përmes inteligjencës artificiale, pastaj kjo në rastin më të mirë është tallje. Domethënë këtu thuajse të gjithë biem dakord. Por ajo që unë nuk kuptoj është që Edi Rama ngren gjithnjë kurthe të tilla dhe gjithnjë njerëzit bien brenda kurtheve të Edi Ramës. Çfarë dua të them këtu? Gjithë opinioni publik ka disa ditë që merret vetëm me diellën. Pra, cila është diella, çfarë do bëj diella, do ta dekretoj presidenti diellën, kushtet kur edhe nga presidenti nuk është se kemi në pritshmëri shumë të madhe që do e dekretonte, edhe nëse do t'ja çonte Edi Rama për të bërë një dekret atje, unë mendoj që do e kishte dekretuar edhe atë dekret. Kështu që, domethënë, kemi rënë në kurthin e zotit Ramaj që për qeverinë e re merremi jo me emra që i ka besuar ato dikasteret më të rëndësishme që në fakt luajnë edhe paran publike, por merremi me diellën se çfarë do të bëj diella. Dakor, ne sigurisht që duhet merremi edhe me këtë çmenduri, se e thash edhe pak më herët, por kemi rënë në kurthin e zotit Ramaj. Përse kundërshtuat arkitekturën e re të parlamentit? Krijimin e komisioneve, a i takon shumicës të vendosë? I takon rregullores kuvendit, e cila ka një tradit, derisa u thye nga Rama, me ndryshimet e njëanshme, ka padur një tradit konsensualiteti, të paktën kur neve kemi qenë në përgjegjësinë e qeverisës vendit. Ju kujtoni që mbas mandatit të parë, kur fjalët jashtë rendit ditës të deputetëve të opozitës u bën shumë problematike për majorancën, me votat të njëanshme, atë mund ndryshohet lehtësisht në mënyrë të njëanshme, pasi mjaftoi 71 vota për të ndryshuar rregulloren e kuvendit, e Rama eksperimentoi pari thyerjen e konsensusit për rregulloren e parlamentit, gjë që më pas e ripërsëriti edhe kur ndryshoi kodin zgjedhor në mënyrë të njëanshme dhe kur ndryshoi kushtetutën në mënyrë të njëanshme me votat peshkuara dhe votat blera, kështu që s'ka asnjë çudi këtu. Ajo që ne kundërshtojmë është ribërja, ndarja e disa komisioneve në mënyrë të paarsyeshme dhe mbi të gjitha shkrirja e komisionit të integrimit me komisionin e jashtëm, pasi përsa i përket procesit të integrimit është një nga, por edhe përsa i përket politikës të jashtme përgjithësi, janë gjërat cilat tradicionalisht kanë bashkuar pozitën me opozitën, interesi i qasjes, jo vetëm i qasjes, por edhe qenë proaktiv në proceset integruese, ka qenë gjithmonë interes primar i Partisë Demokratike, e cila ka bërë shumë hapa përpara në momentin që ka patë qeverisjen e vendit, por është përpjekur të japë kontributën e saj përsa është lejuar që ta japi edhe kur ka qenë në opozit. Kështu që nuk besoj që ishte një gjë që na ndante kjo gjë. Pra, drejtimi i Komisionit të Integrimit nga përfaqësues të opozitës. Si duket arsyet kanë qenë krejt tjera, kanë qenë ato të sfumimit dhe të zbehjes së zërit të opozitës në një platformë që ka qenë e rëndësishme për marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar, me partnerët evropian, por edhe me ata të Shteteve të Bashkuara që ndjekin nga afër proceset integruese. Dhe besoj denoncimet e opozitës edhe në atë platformë, si në ato edhe të Komisionit Stabilizim dhe Asociimit në takimet periodike, kanë qenë ato që kanë shqetësuar Ramën dhe kanë detyruar që me pretekstin e shkrirjes së dy komisioneve, të atit politikës jashtme me atë të integrimit, ta marri, t'ja heqi dhe këtë prerogativë opozitës për drejtimin e një komisioni, duke e vënë në tutelën e majorancës dhe duke bërë kinkalerira të tjera administrative të parlamentit, pra duke ndarë komisione të tjera, pa ndonjë peshë të madhe dhe duke ia dhënë thjesht si numër opozitës për të që opozita ka 4 komisione që i drejton. Në një kohë që pjesën e Luanit sigurisht e ka hequr për vete, por thëmbra e Akilit besoj që ndronte te marrja nga opozita e Komisionit të Integrimit. Juve ju mbet që mos gaboj vetëm Këshilli i Integrimit, që drejtohet nga zonja Tabaku, nuk e di nga kush do. Edhe për këtë do e shohim në legjislaturën e re. Do ta shohim legjislaturën e re, nesër pritet që në seancën parlament të paraqiten arsyet dhe fusha e veprimtarisë që komisionet do të mbulojnë, që do t'i nështrohet debatit, pasi votimi nuk ka ndonjë surprizë, në momentin që do ta sjellin, që thash mjafton një majorancë e thjeshtë, kështu që me këto numra që ka majorancë, nëse është vendosur ta çojë atë njëanshmërinë e vet deri në fund,
ka për të quar, por këto kanë qenë arsyet kryesore, pasi nuk ka pat në një arsye domethënëse që i jepte një marsh të ri ose një dimension të ri proceseve integruese ose proceseve delikate me cilat parlamenti duhet të përballet në këtë 4 vjeçar që të përligjte një ndarje të tillë. Aq më tepër kur shef që këtë prerogativë të parlamentit, që duhet ishte e vetë parlamentit, institucionit më të lartë ligjvënës, e anonçon si në një republikë banane, se për fat keq kështu po ka ta ndisemi, kryeministri në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste, pra kryetari i ekzekutivit në mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste. Shpun ka ekzekutivi me ndarjen e punës dhe fushën e veprimtarisë së parlamentit. Shiko, çështja dhe debati i ndarjes dhe arkitekturës së re të parlamentit do të vërë në provë edhe një element shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Sot Partia Demokratike i është drejtuar me një shkresë 9 ambasadave, mes cilave edhe ambasadës së SBA-s dhe delegacionit Bashkimit Evropian për t'i kërkuar të ndërhyjë. Pra jo vetëm për t'a vënë në dieni, po për t'i kërkuar të ndërhyjë në mënyrë që Rama të mos bëjnë ndryshimet e njëanshme në rregulloren e parlamentit. Ajo që do të vlej për të parë deri ditën e nesërme është nëse ambasadat do të jenë vënë në lëvizje, sepse më kujtohet kur nisi legjislatura e shkuar, aso kohë ambasadat u vu në lëvizje për t'i dhënë Partisë Demokratike Komisionin për inceneratorët, nëse ju kujtohet me ndërhyrjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, aso kohë u ngrit ky komision. Do të mbetet për të parë nëse do të ketë lëvizje të Shteteve të Bashkuara apo të delegacionit Bashkimit Evropian për të nxitur mbase një ulje tjetër në dialog mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Nuk di se sa mund të ketë kthyer pra një përgjigje ndonjëra prej ambasadave Partisë Demokratike, por kjo lëvizje e saj në duke për t'i ardhur në ndihmë, mbase mund t'i kthehet edhe në bumerang për të kuptuar nëse këtë herë ambasadat janë vërtet krah Partisë Demokratike dhe opozitës, apo nëse do t'a lënë të braktisur. Pastaj ka edhe diçka tjetër në këtë çështjen e Komisionit Integrimit, në fakt që mua personalisht më zhdukur qëllimisht e përjashtuar dhe besoj ashiqare është e tillë opozita nga çështja e integrimit, nga procesi i integrimit në tërësi, duke i marrë një prej komisioneve më të rëndësishme për momentin që ndodhet vendi aktualisht. Mazhoranca me sa duket e ka parë pengesë opozitën në çështjet e integrimit dhe unë nuk e kuptoj arsyen pse, se opozita përgjithsisht në termat përgjithshëm ka qenë bashkëpunuese me mazhorancën për çështjet e integrimit, sigurisht përveç ndonjë kritike ndonjëherë edhe konstruktive, po sigurisht opozita duhet të luajë edhe rolin e saj dhe aty ku mendon që mazhoranca po çalon apo po e ushqen popullin më shumë me propagandë se sa me të vërteta, sigurisht ndonjë kritik edhe është e nevojshme dhe është e shëndetshme, por në tërësinë e saj opozita ka qenë bashkëpunuese shumë e mirë mendojnë procesin e integrimit dhe edhe për imazhin e vendit tek ndërkombëtarët në Bruksel, kur tuleshin në negociata apo në tyreza tjera të përfaqësimit me ndërkombëtarët, do të tregonte një klim më të shëndetshme dhe një përfaqësi, një demokraci më solide. Rama paralajmëroi ndryshime deri të kushtetutës. Don parlament me 101 vende. Ju si e gjykoni këtë? Një shashk tjetër kjo, besoj për të hequr vëmendje nga ato që ishin lajmet e vërteta të asamblesë, që ishte lëshimi dhe shitja përfundimtare që bëri Edi Rama Reveliet dhe gjithë enturazhit të tij, duke ja dorëzuar drejtësisë tashmë si njëri pa mandat dhe pa mburoj politike, gjë që duhet kishte ndodhur muaj përpara në bazë të ligjit dhe që deri më sot Rama e mbajti peng, sigurisht për të amortizuar, besoj sa të ishte mundur efekte elektorale të interpretimin tuaj si jurist. Në qoftë se Këshilli Bashkiak merr vendim për t'i propozuar Këshillit Ministrave për ta shkarkuar, është vendimi i ligjshëm apo i paligjshëm? Atëherë ka dy modalitete, domethënë, njëri është shkarkimi kur nuk paraqitet në detyrë, ka dy opsione si mund të bëhet kjo, shkarkimi kur nuk paraqitet në detyrë, pra i propozon kryeministrit shkarkimin, kryeministri e shkarkon dhe kjo procedurë duhet të ratifikohet nga gjykata kushtetuese në rast se ankimohet nga ish kryetari i shkarkuar dhe procedura që duhet ndiqet në kundërshtrimin tim është ajo e konstatimit të humbjes mandatit, pasi në bazë të ligjit për gjendjen civile një dënuar i cili kalon më shumë se 3 muaj në një institucion të vuajtjes së dënimit, mbas kalimit të 3 mujorit, merr si vendbanim të përhershëm vendbanimin e institucionit ku vuan dënimin.
këtë parashikon ligji gjendje civile. Pra në rastin e zotit Veliaj, në momentin që ka 3 muaj të pandërprerë që vuan dënimin në JVP-n e Durrësit, vendbanimi i tij bëhet Durrës. Dhe mbas kushtetutës dhe ligjit për pushtetin vendor, s'është vullneti i tij ai. Po kështu e parashikon ligji, nuk ka rëndësi vullneti i njeriu. Ligji parashikon që nëse një person vuan dënimin për një periudhë të pandërprerë 3 mujore, pra 3 muaj i një ditë, vendbanimi i tij ndryshon automatikisht për shkak të ligjit. Kjo ndodh me të burgosurit, ndodh me ushtarakët, ndodh me personat e smur që janë në një spital të caktuar. Kështu e parashikon ligji që ka bërë Partia Socialiste, ka menduar Partia Socialiste. Dhe Këshilli Bashkiak në këtë rast duhet të konstatojë përmbushjen e kriterit ligjor të ligjit për pushtetin vendor, për organet e qeverisjes vendore, i cili parashikon se një nga rastet kur mbaron mandati i kryetarit të zgjedhur të organet e qeverisjes vendore, është kur ai nuk është më banor i njësisë që duhet qeverisë. Pra, që është rasti barabartë me atë të dorëheqjes ose me rastin e humbjes së jetës. Por nuk duhet në këndvështrimin tim që ta shkaktoj çka duhet ta fusin në një ulli, ta shkarkoj, çka duhet ta fusin në një ulli kundërshtimesh të vendimit të shkarkimit pranë gjykatës. Pra nuk do të kaloj nga Këshilli Bashkiak, po direkt Këshilli Ministrave. Këshilli Bashkiak duhet vetëm të mblidhet në mbledhjen e parë atë që ka kërkuar opozita. E kanë kërkuar këshilltarët tanë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak. Konstatoni me vendim faktin që Erion Veliajt i ka mbaruar mandati sepse nuk është më banor i Bashkisë Tiranë. Nëse hapi sot dhe shkarkon automatikisht ligji, përfundon mandat. Ata marrin një vendim që konstatojnë përfundimin e mandatit dhe historia ka mbaruar. Ka gjendjen civile? Se ka gjendje civile sot. Sot nëse bëhen zgjedhjet, gjenerohet lista e zgjedhësve, Erion Veliaj nuk figuron zgjedhës në Bashkinë Tiranë. Si mund të jetë kryetari i Bashkisë Tiranë? Pra është një hipotezë që ligji e parashikon të barabartë me atë dorëheqjes. Kështu që s'ka nevojë të japë dorëheqjen fare, ligji e ka të zgjidhur këtë situatë, ajo çka e ka mbajtur peng kaq muaj, përkundër asaj çfarë kanë kërkuar këshilltarët e djathtë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak, ka qenë vullneti politik i këshilltarëve të majt, që kanë maxhorancë që të mos ta fusin rendite këtë propozim. Pra këshilltarët tanë kanë 3 muaj që e kërkojnë. Propozimi akoma, ju mendoni se maxhoranca po tani që morën urdhrin ata do ta tani që morën urdhrin s'ka nevojë të shkarkojnë fare. Që keni depozituar ju apo do hartojnë Partia Socialiste, këshilltarët e Partisë Socialiste në Bashkinë e Tiranës një tjetër kërkesë? Do t'ja u lënë juve si fitore mendon? Nuk e di si do bëjnë, ata mund ta bëjnë dhe vetë. Besoj do zgjedhin që gështenjën e nxet Veliaj, akoma për sa e nxet që është, ta nxjerrin me duart e opozitës. Besoj unë. Ne s'kemi asnjë lloj kompleksi në këtë pjesë, ne kemi muaj që e kërkojmë, kështu që do ta kërkojmë edhe mbledhjen e radhës. Besoj që tani ata që morën urdhrin e atij që vendos çdo gjë si për pushtetin qendror dhe për pushtetin vendor në këtë vend, edhe ata do mblidhen të zbatojnë ligjin, kaq që kemi kërkuar, zbatoni ligjin. Nga ana procedurale, zoti Veliaj në rast se do të shkarkohet sipas një kërkese që ka bërë Partia Demokratike. Për pyetje të dyja, keni pyetje për siç do të ishte normale ta bënte Partia Demokratike filloi një procedurë që zgjati 46 javë me protesta të përjavshme përpara bashkisë. Dhe është e udhës që të përfundoj kjo histori me një kërkesë Partisë Demokratike. Ama vetëm kurdonte Edi Rama në çdo rast. Nuk u fut në rendite ajo kërkesa atë kur e kishte kohë. Unë thash përpara Republik Bananesh edhe nuk e thash si fjalë kështu kot që për të denigruar maxhorancën, por jemi katandisur që për të parë nëse organet e pushtetit vendor, që janë një pushtet krejt i pavarur sipas kushtetutës, zbatojnë apo jo ligjin që ky shtet ka miratuar dhe që ka ende sot në fuqi, duhet ta marrin komandën në Asamblenë e Partisë Socialiste nga ai që kontrollon gjithë pushtetet në këtë vend. Kjo është situata paradoksale të cilën jetojmë. Dhe e pam gjithë dhe e keqja jonë si shoqëri është që kjo gjë po na duket normale tani, nuk është se na bën shumë përshtypje që ore shiko si mundet kryeministri që s'ka asnjë punë me pushtetin vendor, tu japi urdhër këtyre këshilltarëve bashkiak që zbatoni ju ligjin ose mos e zbatoni. Si mundet kryeministri që s'ka asnjë punë me bashkitë, vjen një ditë bukur e të shkarkojë gjithë drejtorët e një bashkie, pastaj ti marri se hyn qef ajo pjesë ti marri bashkitë radhë. Ja nuk shkarkoi askënd, nga ana procedurale kryeministri është. Nuk shkarkoi. U tha ultimatum jepni dorëheqje. Duke qenë se jemi këtu dhe edhe zoti Kaso e ngriti si çështje këtë, si mundet kryeministri, është gjentur zoti Kaso Partia Demokratike pak e surprizuar nga lëshimin në një farë forme që Rama i bëri zotit Veliaj dhe është gati Partia Demokratike që të futet në zgjedhje dhe të jetë fituese, se në zgjedhje futet siç u fut më 11 maj, po ideja është të jetë fituese dhe të ketë një figurë përbashkuese. Pra në këndvështrimin tuaj sot ka një figurë të Partisë Demokratike që mund të do ketë primare apo jo, siç se keni në statut.
të fitoj. Partia Demokratike nuk është gjendur as pak e surprizuar, pasi siç e thash ne kemi javë dhe muaj që po e kërkojmë këtë nëpërmjet këshilltarëve tanë që të zbatohet ligji. Nga lëvizja e Ramës. Diçka që herët avon do të mbaronte. Neve kemi thënë që betejë Rama-Veliaj brenda Partisë Socialiste nuk ka patur në bazë asgjë principiale ose të ketë pasur si qëllim atë kërkesën e kryeministrit ose shefit të maxhorancës ndaj një dikur pasardhësit të tij të dizenjuar që të zbatonte ligjin, por ka qenë thjesht një larje ordinare e sapesh midis bandave dhe fraksioneve brenda Partisë Socialiste. Dhe si e tillë nuk na përkiste kjo gjë neve, por ajo që ne kemi kërkuar ka qenë zhbllokimi i situatës në Bashkinë e Tiranës, e cila është situatë paradoksale, prej muajsh vazhdon në mënyrë paradoksale, drejtohet bashkia më e madhe në vend nga një njeri pa mandat, që ka vetëm fjalën e kryeministrit që i mjafton për të qeverisur mbi 1 milion banor, çka është në kundërshtim total me kushtetutën dhe ligjin. Kështu që sa më parë të sqarohej kjo situatë dhe të virej në hullin ligjore, aq më shumë ishte interesi i Partisë Demokratike. Te pjesa tjetër e pyetjes tuaj, Partia Demokratike, por jo vetëm Partia Demokratike, gjithë opozita ka potenciale të jashtëzakonshme politike, njerëzore, qytetare, që të përballen. Për shembull, një alternativë, dikush, një emër. Nuk më takon mua që të ndalem te emrat, emra keni bërë mjaftueshëm. Duke qenë se thoni që kemi potenciale. Operatorët e mediave keni bërë pafund emra, një pjesë e cilave janë. Unë për shembull nuk gjej dot një emër në opozitë që të them po ky është një figurë përbashkuese, pra që bashkon të gjithë faktorët e opozitës. Merë edhe vota të elektoratit gri dhe po mund të jetë një kandidaturë shumë e fortë përballë Ogerta Manastirliut. Po fal, kërkoj ndjes mbase ky është një paragjykim, por unë nuk gjej dot sot një figurë që të jetë aq e fortë sa të them që mund Ogerta Manastirliut. Rrezikoj që të bëj padrejtësi personave të cilët nuk t'ia përmend emrin, çka nuk do ishte normale në raport me ta dhe çka do të merrej si një lloj investiture sado e vogël. Nga në Partisë Demokratike është një emër i shkëlqyer, siç mund të ketë emra të tjerë. Apo Jorida Baku. Gjithashtu një emër i shkëlqyer me eksperiencë gjatë politike, qytetar të Tiranës, po ndoshta nuk është e thënë që ti je lindur rritur në Tiranë që të mund të aspirosh për Bashkinë e Tiranës, por të dy emrat që ju përmendët janë emra të shkëlqyer, potenciale të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike, sikundër ka dhe të tjerë, siç e thash, të cilët jam i bindur që do bënin në kushte të jashtëzakonisht të vështira në cilat gjendet procesi zgjedhor në përgjithësi në Shqipëri, do të bënin maksimumin për të maksimalizuar për sa të ishte mundur, jo vetëm votat e Partisë Demokratike, por të gjithë atyre që duan më në fund që Tirana të kthehet në një qytet normal, pra të mos jetë një material për show ose mish për mediat në funksion të një plani të maxhorancës. Të qëndrojmë te kriteret që duhet të ketë. Do jetë nga strukturat apo mund të jetë një figurë publike, një intelektual i njohur? Mund të jetë edhe jashtë strukturave. Ju bët një pyetje me vend çfarë do të ketë primare apo jo. Neve i kemi adoptuar primar dhe nuk kemi heq dorë prej tyre, pavarësisht problematikave që mund. Po gjendet gjithmonë koha kur njeriu ose kur subjekti do që të bëjë diçka me vlerë edhe gjithë përfshirëse. E kemi bërë këtë edhe në zgjedhjet të pjeshme, atëherë kur kanë qenë zgjedhjet ju kujtoni për 6 njësitë qeverisës vendore në mars të 2022-shit, edhe atëherë u përzgjodhen përmjet mekanizmit primareve. Besoj që do të jetë një mekanizëm që do të përzgjedhë, por ndoshta sigurisht do duhet më përpara që kjo pjesë të konsultohet edhe me aleatët e tjerë natyral të Partisë Demokratike, ose krijimin e një fronti sa më të gjerë opozitar, duke përmbledhur dhe ato faktorë cilët edhe në zgjedhjet e kaluara ndoshta kanë garuar më vete, por që kanë shprehur vullnetin që të jenë pjesë e opozitbërjes ose opozitës në përgjithësi. Duhet një kandidat, opozita me një kandidat. Mirë do të ishte që të ishte një kandidat i mbështetur nga të gjithë, pra që opozita të mos fragmentohej, të mos kishte kandidat alternativ në mënyrë që të maksimalizoheshin shanset e kandidatit të opozitës, kushdo qoftë ky, pavarësisht se situata objektivisht është situatë në cilin në këtë vend është të flasësh për një proces zgjedhor normal, është sikur të flasësh për këta sikur të flasësh për një brishat në mes të Tiranës. Në rast se faktori opozitar bashkohet i gjithë, pra të gjitha partitë e deklaruara në opozitë, besoj e merr një shumicën e Tiranës në zgjedhjet parlamentare, 28% në mos gaboj ka fituar Partia Socialiste në Tiranë dhe
52% apo 51% opozita pra me gjithë faktorët e saj, ku të bashkuar dhe ku të ndarë. Pra matematikisht, opozita ka në favor këtë element. Dhe faktin që në këtë periudhë hynë sigurisht me një konsolidim më të madh, disi ka lënë mbrapa përçarjen dhe ndarjen e madhe ndekun që ka patur mes vetes, nuk është më në gjendjen që ka qenë në këndvështrimin tim. Partia Demokratike po ka nisë përçarjen këto tjerat. Grupet kanë bashkuar në Partinë Demokratike funksionojnë, besoj Daniela e di më mirë, me lobet e tyre, por gjithsesi janë të bashkuar për një qëllim, jo se në kohën kur Partia Demokratike ishte ndarë në mënyrë kategorike mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, gjë që e penalizonte shumë opozitën dhe Partinë Demokratike në atë kohë, për të futur në zgjedhje të kësaj natyre në garë për Bashkinë e Tiranës, që po flasim që është edhe një nga bashkimet më të rëndësishme. Të gjitha argumentet që qëndrojnë këto, deshat vetëm të bëjnë batut që po bëj shpesher me miqve të mi, që matematikisht është kështu, po zgjedhjet nuk janë matematikë, janë kimi kryesisht, janë energji që krijohet. Po të bëni bashkë matematikën dhe kimin? Dhe sfida, patjetër, ne atë do përpiqemi të bëjmë, sigurisht. Dhe sfida e opozitës në këtë rast është jo vetëm maksimalizoj votat e saj, por sigurisht të dalim me një figurë përfaqësuese sa më qytetare, sa më gjithë përfshirëse, në mënyrë që të angazhoj dhe atë pjesë elektorati, i cili jo vetëm tradicionalisht nuk ka votuar në favor të opozitës, por që kërkon një ndryshim me një figurë të re, me një imazh të ri, me një mënyrë sjellje të re, me një komunikim ndryshe. Pra nëse opozita e ka përcjell këtë sfidë, pra bëhet bashkë nga pikpamja e numrave, nga pikpamja e një kandidati dhe gjen një kandidat që t'i flasë asaj pjese që tradicionalisht nuk ka votuar, unë besoj që edhe në këtë situatë të jashtëzakonshme e ripërsërisë në cilin është proces zgjedhor në Shqipëri, se kemi kohë që nuk bëjmë dot një proces zgjedhor normal, nuk duam të bëjmë një proces zgjedhor normal, besoj që opozita ka shanse mjaft të mira. Ju thoni nuk po bëjmë proces zgjedhor normal, mirë po normal se e thotë edhe Odiri që s'kemi proces. Gjithnjë humsi doni kundërshton zgjedhjet, i kundërshton rezultatin. Po nuk është tamam kështu tani. Që të ketë një humbës ose një fitues në radhë parë duhet të ketë një garë. Dhe cila është prerogativa e garës, cili është definicioni i garës. Pra, një ushtrim i përbashkët në cilin mundësitë janë të barabarta dhe fiton më i miri. Dhe cili ishte kryefjala me cilin Odiri hapi raportin paraprak, se raportin përfundimtar nuk e kemi akoma. Nuk e thot opozita, e thot Odiri që fush e pa barabart loje. Tani, nëse njëra palë nxjerr një potencial njerëzor të jashtëzakonshëm. Kryeministrin Rama me radhë pas fitores mandatit. Kam parë ndonjë ndërkombëtar, do arrim edhe atje, po vetëm këtë segment. Nëse opozita nxjerr një alternativë politike, një program të shkëlqyer si Shqipëria nuk e ka patur në 30 vjet, një ekip të mirë, të keq, mund të ishte më i mirë, mund të ishte më i keq, kjo është për të diskutuar, por shumë herë më i mirë se ai që paraqitet nga pala tjetër. Dhe pala tjetër nxjerr përballë shtetin, nuk garon një parti politik, garon me shtetin, dhe gara me shtetin është gjithmonë e pabarabartë. Me burime të pafundme, me mjete të pafundme, me mbrojtje të pafundme, me instrumentet të pafundme. Dhe këtë gjë, për herë të parë, në mbi 30 vjet, për fatin e keq të Shqipërisë, nuk janë pretendimet të opozitës, janë konstatime që i bën vetë Odiri. Janë vëzhguesit e tyre. Është një shprehje e Viktori Gojit që unë e përdor gjithnjë. Bie gara, bie koncepti. Kur gjithë ushtrit e botës të bashkohen, nuk mund ta frenojnë një ide të cilës i ka ardhur koha. Tani juve thoni na i vjedhin, na i bëjnë, por nëse juve do nuk bëheni gati, nuk ju ka ardhur koha. Jo, neve unë e kuptoj edhe këtë lloj qasje, e cila nga njerëzit, domethënë që e vuajnë pa drejtësi. Analizë do bëni për këtë rezultat? Po bëjmë patjetër, po ja sa të jap një përgjigje për këtë. Çka konstatuar do në analiza? Po një sekondë për të jap përgjigje për këtë. Unë e kuptoj edhe këtë lloj qasje dhe ne nuk është se kemi lënë betejën. Por nga ana tjetër nuk mund të rim të fshehim edhe të themi të bëjmë gjoja sikur jetojmë në një vend në cilin ka proces zgjedhor me probleme të vogla, po do t'i rregullojmë rrugës. Jo, nuk ka proces, ka rënë proces zgjedhor. Ka rënë mekanizmi kryesor i demokracisë, ka rënë llogaridhënia, për shkak se procesi zgjedhor është deformuar aq shumë sa që çdo lloj maxhorancë që është, aq më tepër një maxhorancë arrogante sa kjo e Edi Ramës, nuk ka nevojë që të paraqitet me një bilanc për para qytetarëve, se e di që i merr zgjedhjet me instrumente të tjerë dhe s'ka nevojë që tu marrë besimin qytetarëve. Do të ishte normale që një qeveri mbas 3 mandatesh të vinte të paktën me një bilanc ose të vinte të paktën me një ofertë të mrekullueshme. Nuk erdhi as me bilanc, as me ofertë. Pse? Se dinte që zgjedhjet i kishte në xhep,
se u kishte dërguar bonusin pensionistëve, se kishte bërë këtë, se kishte dhënë kaq favore, se kishte dhënë 2.000 lekë ndërtimi, të cilat po i zbardha avash avash, se kishte bandat në rrugë, se kishte kaq miliard euro të kokainës që hyn, edhe gjithë çuditemi ore nga hyn gjithë ky lek në Shqipëri sa herë që ulemi për kafe. Pra, në momentin që kanë këto mekanizma, neve si opozit kemi detyrën të përballemi, sigurisht, e bëjmë mirë ose bëjmë keq, hajde e diskutojmë çështje tjetër, por ne jemi në betejë dhe besoj që ajo ideja që ju thatë i ka ardhur koha, është akoma më ulëritse nevoja që ajo ide të mbi dhe të lulëzoj, që nuk është ndonjë gjë trascendentale që kërkojmë ne, por është ta kthejmë Shqipërinë në një vend normal ku të jetojnë njësoj të majtë e të djathtë, të mos kenë të bien, të flenë në darkë dhe të zgjojnë në mëngjes me ankthin që si është vullneti i padishahut ose si bie vështrimi i padishahut mbi ta. Është gdhir mirë apo keq sot? Do më ngrej apo do më uli? Duam një vend ku njerëzit punojnë me djersën e ballit, të ngren jetesën e tyre. Përgjigje jepni atyre që atë që meriton thonë se mes dy të këqijave, Ramës dhe Berishës, zgjedhim të vogël të keqen më të vogël Ramën. Ka shumë vetë që thonë. Dash më përgjigjen ndër ne, s'ka zgjedhje. Makari sigur të zgjidhni. Ne atë kërkojmë, beteja jonë kjo është që shqiptarët kanë mundësinë të zgjedhin. Nëse shqiptarët kanë mundësi të zgjedhin, një fjali vetëm, nëse shqiptarët kanë mundësi të zgjedhin dhe ky është përkushtimi jonë. Nëse shqiptarët kanë mundësi të zgjedhin, le të japim verdiktin që ata meritojnë dhe atëherë neve kemi detyrimin e madh për të përmirësuar ofertën tonë ose për të përmirësuar ne vetë, nëse nuk marrim besimin e shqiptarëve në një proces zgjedhor. Por në momentin që ka rënë procesi zgjedhor, çfarë analize do bëjmë ne? Sigurisht ne do ta bëjmë ose gjithmonë një parti e madhe edhe kur fiton bën analizë. Jo vetëm kur jemi në këtë lloj situate zgjedhore. Unë mendoj që jemi kthyer shumë brapa për të bërë analizën e 11 majit, sepse sa herë vjen puna që bëhet analiza e 11 majit, unë për ata që janë në opozit kam vetëm një pyetje. Pse fitoi Partia Demokratike në Kavaj? Përse fitoi Partia Demokratike në Krujë? Përse në disa zona Partia Demokratike ja doli që t'ishte më e fortë se sa regjimi? E po unë mendoj që duen energji të reja, duen njerëz që besojnë fort tek qytetarët e tyre, shkojnë punojnë me qytetarët e tyre dhe në fushat ja dalin që t'i bindin ata së paku e pastaj që t'kenë edhe një rezultat fort. Po kjo është një pjesë që i përket analizës 11 majit dhe sigurisht që Partia Demokratike duhet të bëjë edhe analizën e brendshme në të mirë të saj, edhe sikur dhe të gjithë këtë që sa po the e përmbylli me pyetjen, a do zbatohet Neni Basha i statutit apo? Jo. Sa do ta japim edhe përgjigjen. Kurioziteti juaj për Nenin e famshëm Basha, unë e thash, nëse ka një proces zgjedhor, është normale që partia sjelljen e vet ta konformoj në raport me ato që janë detyrimet e një partie ndaj një procesi zgjedhor normal. Në momentin që nuk ka proces zgjedhor, çfarë? Se ka edhe një trup. Zoti Berisha prandaj fton publikisht kryesinë në mbledhjen e kryesisë që bëri, që ftoi kryesinë mos t'i njohim këto zgjedhje, sepse po njohu zgjedhjet automatikisht duhet të aplikohet edhe Neni Basha sipas statutit që e kanë miratuar po vetë. Me këtë tog fjalë që ne nuk i njohim zgjedhjet sepse janë farë, sigurisht që mbron automatikisht pozitën e tij. Unë mendoj që Zoti Berisha në këtë rast unë mendoj që Zoti Berisha në këtë rast thjesht nuk po mban premtimin për një gjë që e ka deklaruar publikisht. Niseni nga presuposti që halli më i madh që ka Sali Berisha është se si të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Jo pra jo. Po flasim për personalitetin politik më të madh në këtë vend, i cili ka qenë 2 herë president, 2 herë kryeministër, ka patur gjithë përgjegjësitë më të mëdha në këtë vend, kështu që nuk besoj që ka ndonjë ambicie personale, thjesht dhe vetëm që të ketë një pozicion kryetari të partisë më të madhe të opozitës. Kështu që mënyra se si ju e trajtoni duket sikur Sali Berisha gdhihet në mëngjes dhe halli më të madh thotë, "Ore si do ri unë kryetari i Partisë Demokratike." Ndërkohë që s'është ky halli Sali Berisha dhe i Partisë Demokratike është që si të bëj të mundur që të krijohen ca mekanizma shoqëror, ca mekanizma politik, në mënyrë që ky vend ta kthejë drejtimin nga humnera në cilën është nisur drejt një vendi normal. Të jetë një vend që të rikrijojë mekanizmat normale të demokracisë, atë siç e thash, të votës lirë, të rotacionit pushtet me votë, të llogaridhënies përpara qytetarëve dhe të kthyrjes së Shqipërisë një vend normal. Ky është halli i Partisë Demokratike. Zoti Berisha e bëri pjesën e vetë. Pra, një parti demokratike që ishte e përçar,
që unë prap mendoj që tani është disi më e konsoliduar, sigurisht që është më e konsoliduar, e bëri detyrën e vetë, po e sjell disi në formë më të mirë. A mund ta bëj tani hapin pas? Pra e largoja hoqi partin nga duart Lulzim Bashës, përballoi përçarjet e mëdhaja, të gjithë në fund shkuan tek logoja të Partia Demokratike, për energjitë e reja. Edhe këtu e trajtoni gabim, duket sikur ja hoqi partin Lul Bashës se ishte ndonjë kështu merak i madh që ishte partin Lul Bashës e ta merrte për vete. Jo, ishte partin Lul Bashës me që dështoi në dy partitë. E shtoi Partinë Demokratike nga një pengmarrje e jashtëzakonshme e një grushti njerëzish, cilët për interesat veta kishin vendosur të shisnin çdo lloj kauze opozitare dhe po shisnin opozitarizmin në Shqipëri duke u bërë gati të bashkëqeverisnin me një regjim që, siç e thash, ka shëmbur çdo themel të demokracisë së brisht, cilën së bashku kemi krijuar në këto 30 vite. Dhe ky ishte misioni i Foltores dhe misioni i Sali Berishës. Kështu që nuk trajtohet në këtë aspekt që shkoi hoqi Partinë Lul Bashës për ta marrë vetë. Jo, më shpëtoi Partinë Demokratike nga një pengmarrje. Tani Partia Demokratike ka maturuar ato organizmat e saj të brendshëm, instrumentat e saj të brendshëm dhe instrumentat e vetë pastrimit dhe të vetë korrigjimit të aktivitetit saj. Dhe në qoftë se ju kujtoni, në mbledhjen e kryesisë që u bën prezencën e mediave, kryetari i Partisë Demokratike artikuloi edhe nevojën e Partisë Demokratike për të parë nga vetja, për të bërë një ribrendim të Partisë Demokratike, rifreskim të Partisë Demokratike. Kjo autokritika. Tani do ta kemi benefitin e dyshimit, do na jepni benefitin e dyshimit për të parë që a jemi ne të aftë të vetë korrigjojmë për ato që kemi ne në dorë. Unë besoj që nëse na jepni këtë benefit dyshimit, shpejti do shihni që strukturat e Partisë Demokratike do merren me ato që janë përgjegjësitë organizative dhe të brendshme të Partisë Demokratike. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të rim gojë mbyllur përpara thagmave që po ndodhin jashtë Partisë Demokratike, veçanërisht për sa i përket votës lirë, veçanërisht për sa i përket farës së zgjedhore të 11 majit. Nuk janë gjëra që përjashtojnë njëra tjetrën. Ne jemi në proces betejë për rikthimin e ligjshmërisë në këtë vend, që për fat keq ka ikur në drejtimin të paditur, siç do të bëjmë të pamundurën që neve si formacion politik, mekanizmat tona organizativ, mekanizmat tona elektorale dhe çdo gjë tjetër ta kemi në perfekcion në momentin që do të kemi përballën në parë elektorale. Po, për shembull, në retorikë është shumë bukur, por fakti që Partia Demokratike thotë që do sjellë energji të reja edhe në mbase edhe në betejën në parlament, por që tregon të kundërtën që në momentin kur shkon në parlament me një leadership të vjetër, pra çon zotin Bardhi kryetar grupi, edhe pse unë mendoj që askush më mirë se zoti Bardhi nuk e bën rolin e kryetarit grupit, çon nën kryetar të vendit. Si ja drejton si kritik Partisë Demokratike, një gjyq mendon se është e drejtë. Po, por duhen sjell energji të reja. Pra, deri këtu jemi shumë dakord. Kjo është kundërtënia e asaj që perceptoni ju. Ju perceptoni që një deputet i caktuar është më i miri, por ne thjesht dhe vetëm për hir të ndryshimit duhet ta heqim. Për hir të një rigjenerimi, nuk po them kryetari i partisë që propozoi, ka parë si njeriu më i përshtatshëm. Konsiderohet një figurë e konsumuar politike. Ka emra të tjerë. Po nuk ka rëndësi se nuk po merrem me emra, po them si parim, domethënë. Për shembull, shkoni me nën kryetar kuvendit zotin Gjekmar, kaj disa emra të cilët pjesa më e madhe e grupit parlamentar aty janë emra që kanë qenë edhe në legjislaturën e shkuar dhe thuajse të njëjtat figura dhe kur shihet edhe pastaj ai teatri i njëjtë, domethënë skena thuajse të njëjta, që edhe grupi i ri ka 10 dosje në SPAK tani që ka dalë e ke në gjitha përgjimet me bandat edhe e ktheu atje dhe si thot deri plat shpjegoj tani. Halli i Partisë Demokratike është që shkoi me të njëjtin, le të themi, formacion. Tani unë besoj që për unë mendoj që për cilindo nga emrat që ju përmendet ka arsye politike që qëndrojnë pas propozimit tyre dhe ratifikimit të propozimeve të kryetarit të partisë. Jo, unë këtu mendoj që ka një frikë Partisë Demokratike për të bërë ndryshime dhe për të përmirësuar vetveten. Edhe pse sigurisht unë ta thash që në këndvështrimin tim figura e zotit Bardhi është figura më e mirë e grupit parlamentar që mund të bëjë në këtë moment rolin e kreut të grupit. Por po them, në frikën e saj për të riformatuar vetveten, Partia Demokratike shihet që tek këto elemente që edhe në parlament shkon me të njëjtat figura, shkon me të njëjtën sjellje. Për shembull, në këndvështrimin, vetëm një pyetje doja t'i bëja, në këndvështrimin tuaj, zoti Kaso, si deputet i ri
i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Është kjo strategjia që Partia Demokratike duhet të ndjek në parlament? Do shikojmë ndryshe këto 4 vjet, nga 4 vjet të mpashme. Si legjislatura e shkuar. Daniela. Tani neve do të shohim, ne jemi përkushtuar që parlamentin ilegjitim të dalë nga farsa zgjedhore 11 majit, të mos ta njohim si të tillë dhe të denoncojmë qoftë edhe brenda parlamentit, sigurisht edhe ku të kemi forume që të dialogojmë edhe me faktorët e tjerë shoqëror dhe me partnerët e tjerë ndërkombëtar. Kjo ka qenë ndoshta edhe një nga arsyet që shtyu Ramën që të shkrinte Komisionin e Integrimit. Ne betejën tonë do ta bëjmë edhe brenda parlamentit edhe jashtë, dhe sigurisht do të jemi propozitiv për gjithçka që mendojmë që janë nisma që shkojnë në dobi të Shqipërisë dhe në dobi të qytetarëve. Shumica e nismave që paraqiten në parlament janë interes personal i kryeministrit dhe i majorancës. Dhe si tillë ato do të denoncohen me forcën më të madhe për aq sa kemi zë dhe do të kundërshtohen me forcat e numrave për aq sa kemi numra, aq sa mund të bëhet në parlament. Sigurisht kjo nuk përjashton dhe format e tjera të aksionit opozitar, siç janë, siç e thash, dialogu me qytetarët në radhë të parë, siç është dialogu me partnerët ndërkombëtar që po vjen e po intensifikohet për ditë më shumë, siç janë format e tjera të angazhimit me protesta, demonstrata e tjera. Kështu që do të ketë ndërthurje të gjithë këtyre elementeve për të bërë të mundur që ky vend të rikthehet rrugës së normalitetit. Okej. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Spajiu? E kemi? Mirëmbrëma, Kreshnik. Mirëmbrëma. Do ty direkte në temë. Deklarata e kryeministrit Rama se mendon për një parlament me 101 vende nga 140 që është aktualisht. Mendoni është një truk elektoral, si punë e kësaj, një truk propagandistik, si punë e kësaj diellës, apo është një reformë që duhet bërë? Mendoj që nuk është asnjëra as tjetra, nuk është as truk dhe nuk është një reformë që duhet bërë, por është një strategji e mirë menduar, e planifikuar e kryeministrit që nga dita që ai pa rezultatin e 11 majit. Pra qartazi, politikisht, Edi Rama ka planifikuar që të fitore të thellë me një mazhorancë prej 84 deputetësh plus 3 të Partisë Social-Demokrate, 87. Pra ka 3/5. 88 sa shkojnë të përpiqet të bëjnë ndryshime kushtetuese. Dhe strategjia e tij është e papranueshme në këtë rast, për shkak sepse mund të ketë pasoja të rënda qoftë ligjore, qoftë kushtetuese, qoftë dhe politike. Të justifikuar me një logjik jo proporcionale ekonomike. Se e them këtë? Argumenti që jep Rama se do kursej 40 rroga deputetësh mund të bindi njerëz mediokër që nuk kanë një nivel juridik në Shqipëri. Por për ata të cilët e njohin politikën, për ata të cilët e njohin kushtetutën, për një parlament më selektiv, më përfaqësues, për një ngritje të parlamentit ndoshta, të cilësisë së tij. Jo, nuk rritet cilësia duke ulur numrin. Është krejtësisht e gabuar. Strategjia, mendoj, personale e Edi Ramës është që duke futur një numër të kufizuar me 101 deputet, të arrit të bëjnë rindarjen zonale elektorale për të fituar e përsi, siç ndodhi me pushtetin lokal, siç ndodhi me komunat të cilat i shndrojnë në bashki dhe bërin ndarjen territoriale, dhe duket qartazi që Partia Socialiste me ndarjen territoriale përfitoi e përsi, sepse e bëri ndarjen territoriale në mënyrën se si ti përshtatej asaj. Nëse që njerëzit ta kuptojnë, nëse do të ketë 101 deputet parlamenti i Shqipërisë, Partia Socialiste do të ketë një fitore më të thellë, e para, e dyta do të eliminohet çdo parti politike. Le të themi Tom Doshi nuk do fuste dot në Tiranë deputet. Adriatik Lapaj nuk do fuste dot deputet. Agron Sheaj do e kishte shumë të vështirë që të futej, sepse pragu rritet me zvogëlimin e numrit të deputetëve. Pra, unë mendoj që nëse ndryshimet kushtetuese do të arrijnë të realizojnë bërjen e një parlamenti me 101 mandate, atëherë
të jeni sigurt që do të cimentohet sistemi 2 partjak për 100 vjet në Shqipëri. Do jetë e pamundur futja e lëvizjeve të reja politike dhe nga ana tjetër, çfarë do ndodhi? Do kesh veriun, gjithë veriu do prodhoj një 10 deputetë. Mjafton kaq për të kuptuar e përsin që merr majoranca socialiste në zgjedhje. Dhe në këtë kontekst do të thoja nuk mund të shkohet në një ndryshim kaq të rëndësishëm kushtetues, i cili mund të jetë me pasoja përtej, domethënë unë mendoj që efektet e këtij ndryshimi kushtetues do dalin përtej edhe jetës biologjike të Ramës apo Sali Berishës, sepse kushtetuta nuk mund ndryshohet çdo 10 vjet apo çdo 15 vjet. Dhe për këtë arsye, t'jeni të bindur që do të tentohet ndryshimi kushtetues, t'jeni të bindur që nuk ishte thjesht një retorik dhe një shashk mediatike, dhe jam i bindur që ashtu siç është bërë gjatë çdo legjislature dhe para zgjedhjeve, mendoj që Rama do përpiqet maksimalisht të shfrytëzojë atë numër, atë epërsi deputetësh që kanë parlament për të fituar epërsi zgjedhore në 2029 dhe zgjedhjet e tjera. Okej, qëndron në linjë Kreshnik. Falenderoj, kishit gjë për të shuar? Jo, ndaj një qëndrim pak të ndryshëm për sa i përket, jo për riskjet e asaj që ka thot Rama reformës kushtetuese që do bëj, po as politikisht, as moralisht, Rama nuk, dhe sikur t'ishin zgjedhje reale këto, dhe sikur t'ishte ky vullneti i qytetarëve, nuk do t'ishte i mandatuar për ndryshime kushtetuese. Nuk ka një majorancë kushtetuese, nuk ja ka dhënë sovrani atë atribut që të ndryshojë kushtetutën, dhe edhe me shifra është larg shifrave, pra ka 83 mandatet Partisë Socialiste, me aleatët e vetë pashpallur mund të shkojnë në 86 në mos gaboj, në vitin pak të 93 mandate për të ndryshuar kushtetutën, kështu që o do duhet të gjejë një konsensus me opozitën dhe një arsye madhore përse duhet të ndryshojë kushtetuta, por nuk besoj që opozita është e interesuar të hyjë lojës kungulleshkave me Ramën 101 apo 102, pse 101 për shumë, nga doli numri 101. 140 që kemi ne është i pranuar që është një konvencion kushtetues, që ka dhe arsye të tjera, do të thënë edhe historike dhe politike në mes, po nga doli me numrin 101 dhe jo 99, ose jo 100, ose jo 102, 105 e tjera. Pra ka hedhë një shashk nga ato të vetat që njerëzit tani të rinë të merë, siç mbante, që ose të kujtohet deri para disa muajsh e ka hequr tani, mbante një stilolaps këtu, një diçka të shndritshme që gjithë dynjaja pyeste ore çaj ka Rama aty, e mbajti një vit, u lodh, vuri një stem tjetër tani. E tillë duket edhe kjo, domethënë thjesht për treq kuriozitetin e njerëzve dhe për të larguar vëmendjen nga problemet e vërteta. Nuk besoj që është gjë që mund të ndodhi. Opozita nuk është e interesuar fare të ketë ndonjë lloj bashkëveprimi me votat majorancë ilegjitime. Nuk besoj që janë kushtet në këtë vend për të peshkuar përsëri vota të tjerë deputetësh e të bësh ndryshime kushtetuese me vota trafikuara. Do t'i ka sot falenderoj. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Razela, falenderit. Daniela, falenderit. Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni.